Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot në studio jemi me Klein. Përshëndetje. Klej, përshëndetje. Përshëndetje, jemi tek emisioni Vibe. Hiqet tani telefonin dhe shikojmë kamerën atje. Ju përshëndesim. Kjo ishte hapja më e bukur. Patjetër. Si je? Shumë mirë. Si kalon? Unë nuk kaloj vetëm buzëqesh, edhe dita ime shkon shumë bukur. Të kemi parë në video, në Instagram, në rrjetet sociale që gjithmonë i buzëqeshur. Gjithmonë i buzëqeshur. Si ka mundësi gjithmonë i buzëqeshur? Mërzitesh ndonjëherë ti? Jo, mos e mërzitem edhe unë më shkreti tash. Po pse ke vendosur që në ekran të dalësh gjithmonë ai? Po kush ka qenë shikoj tash ti je vetëm i mërzitë, e kupton? Jo, po unë bëj video qesharake, qeshin gjithë, e kupton? Duhet jemi buzëqeshur se ke provuar ndonjëherë të bësh video ndryshe? Kam provu. Bëra një video para 4 videot e fundit, domethënë, para 4 videove të fundit, ka qenë një video që e bëra thjesht çik më interesting, ishte. Po që nuk e di. Nuk e gjen veten? Jo, se gjej veten son, tash i prodhojmë gjitha, nuk është problem, po nuk e di, i pëlqen më shumë njerëzve të bëj këto video të funny, të qeshin gjithë, e kupton, video më relatable, video më stereotipe. Për ato që të njohin vetëm nga ekrani, nga rrjetet sociale. Si je ti në të vërtet? Mund të na përshkruash pak vetë? Në të vërtet, ja, shive, tash nuk e shikon fiks tamam, domethënë jam 1.93, se çuditen shumë njerëzit domethënë më shohin rrugë dhe thonë, "Ja, i dali TikTok, sa i gjatë jega." Po i gjatë ishe ti, në të vërtet ishe i gjatë. Po në kamerë nuk është se e merr vesh, domethënë sa je, edhe një djalë i gjatë, një djalë që ha shumë buk, flet shumë gjumë, rrimet e shoqërinë time, jam komod përgjithësisht. Je modest. Jam modest, po. Bravo. Si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë? Me 3 fjalë? VIP, nuk e di si ta them ndryshe. VIP, ha? Të pëlqen fama? Është interesante. Është goxha interesante. Jo se më pëlqen prej aspektit që shife se më njohin njerëzit edhe të tjerë, kupton, thjesht është një, si thosh, dhënie respekti, tërheqje respekti, se normalisht edhe unë respektoj audiencën time në momentin që unë filloj postoj për ditë. Maksimumi që mund bëj skip video është maksimumi 3 ditë. Nuk kam bërë skip, kam 7 muaj që postoj, domethënë vetëm për ditë. Edhe respekti është në radhë parë. Nuk je lodhur ndonjëherë? Lodhur sa dush. Nga postimet. Ke menduar ndonjëherë që ti mbyllish të gjithë rrjetet sociale? Jo, s'ka shans, nuk ka shans, se kam menuar asnjëherë me mbyll. Sepse e nisa si karrierë edhe them do kohën e vet. Çdo gjë do kohën e vet. Në momentin që unë thjesht e mbyll tani, domethënë ku arrita, se duhet i vendosim pak pika vetes. Shkova deri këtu, ja tani kapa 10.000 followers, sa i kapa domethënë tani me një korrik. Edhe ky ishte vetëm hapi parë. Ose si thosh hapi 2, se hapi parë ishte thjesht që unë duhet dilja, duhet më njihnin pak njerëzit, e kupton, duhet ishte pak ajo. Si ishte dalja jote e parë? Dalja ime e parë ishte tepër interesante. Në fakt ishte sa lash punën e kaluar, domethënë që punoja real estate, isha konsulent imobiliar. Sa e lash isha pak kështu, chilling. Por fillon pak ai momenti që shiko se duan ca lekë, e parasysh do të fillosh diçka, ose është edhe thjesht ajo pjesa që mos trish shumë bosh. Edhe këtë pjesën e të bërit video mua më kam pasur goxha vllai sidomos. Edhe më ka thonë që duhet dalër se më dukesh tip që je interesant kamerë, se e ka vënë re për shembull jokesa që i bëj kështu randomly. Edhe video parë për shembull doli shumë random, jashtëzakonisht random, domethënë isha ke studio tatuazheve të shokut tim, rastisht që kalon një shoku im tjetër me makinë, edhe unë në ato moment isha duke rënë gitarës, e kupton? Ai kalon edhe unë po bëja si ata tipet të rrugës që po i bim gitarës, edhe ti morim në lek. Tash ishte komplet spontane dhe ai thjesht nxori lekët nga makina. Unë i mora. Faleminderit, përshëndesim edhe çunat e Laçit, nuk e di se kë tham aty në ato momente edhe jo ishte video parë. 3 ditë më vonë bëra videon e dytë. Video 2 shkovi rreth 30-40.000 views, video 3 shkovi 100.000, nga aty pasaj vetëm kam postu video, domethënë, më pëlqeu që ishte ajo boosti që shiko pak, akaunti im nuk qeka i vdekur, se në një rastis që është edhe akaunti i vdekur. E kuptova që qeka dhe e thjesht për të marrë views, nuk qeka dhe që vështirë, e thjesht. Nga ajo ditë, thash po i dedikohem pak sa gjës. 7 muaj më vonë këtu. A je paragjykuar ndonjëherë? Paragjykojnë shumë për dhëmbët. Më thonë shumë shpesh laj dhomët. O plak, i laj dhomët dyre, më ditë më se më lodhët, më mbesdisët, më.
Bezdisësh ti nga këto komente? Kur isha te intervista parë thash ok, nuk bezdisem, po ndodhi prap. U bezdisë tani? Nuk u bezdisa, thjesht pse mboni komente laj dhomët, i laj dhomët o vlla. Tash se janë pak të verdha, pim kafe të shkretët, pim cigare, vjekisht tash. Çfarë komenti tjetër të vinë që të bezdis? Nuk është se më bezdisin. Shiko, unë krijoj content për të vetmen arsye që të nxjerr emocion. Në momentin që unë nxjerr çfarë do lloj emocioni jam okay. Domethënë, prit se jam pak egoist tash se po flasim vetëm për views-a se duhet të më interesoj pak se çfarë po nxjerr. Por njerëzit janë të ndryshëm, nuk mund t'i kënaqësh dot gjithë. Por të gjithë mund të t'japin emocionet e tyre, domethënë gjithë secili ose mund t'i pëlqejë ose nuk mund t'i pëlqejë. Mjafton që video ime ka dalë, e ka pasur atë mesazhin e vet, edhe unë jam rregull për vete. Videot zakonisht i bën që të kenë të përmbajnë një mesazh? Tash do views ti, duhet të kesh diçka për të thënë, duhet të kesh diçka për të prezantuar, duhet të jetë diçka për t'u nxjerr. Nuk mund thjesht bësh një video, video pa kontekst nuk ecin, e kupton? Po nuk pati diçka brenda, një mesazh, një ndihmë, diçka, domethënë nuk ka se si teci. Të ka ndodhur ndonjëherë që të fshish video në rrjetet tua sociale? Jo, rastis shumë rrallë kur bëjnë një gabim drejt shkrimor, domethënë se e kam fiksim, domethënë gabime drejt shkrimor, por tani nuk bëj më fshirje video sepse Instagrami është pak fakt. Edhe nuk mund të postoj dot njëjtën video që sapo e postova. Domthonë, rastisi që postova një video kisha gabime drejt shkrimore, domthonë vetëm një tek shkronjë, e kupton? Edhe e fshiva kështu 2 minuta pas postimit. E ripostoj, video ngeci. Nuk del. Nuk eci. Se unë kisha strategjinë time që e postoja një trial reel që e postoj vetëm për audiencë të jashtme që nuk njohin, edhe pastaj e postoja në feed ditën tjetër. E postoja 2 herë të njëjtën video. Kjo më jepte 2 herë më shumë engagement. Ishte shumë nice. Tani nuk e bëj dot më. A fiton nga rrjetet sociale? Konkretisht nga rrjetet sociale jo, reklamat paguajmë domethënë. Janë të kënaqshme? Të kënaqshme momentalisht jo. Jo, se unë e di çfarë krijoj, me thënë drejtën, jam pak egoiste kjo pjesë, por bazohem në fakte dhe bazohem në çfarë unë me vërtet ditë krijoj, domethënë se dal me video më konkrete, domethënë për biznese, mund të jenë, si thuash, në atë lloj stilin tim që jo të gjithë ndoshta do t'i pëlqej, por mundi dhe si thosh, ajo që unë jap tek ato lloj reklamash duhet paguhet pak më shumë. Por jemi në fillim edhe nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Sa paguhesh ti? Nuk ta tregoj. Është sekret? Sekret. Pse e mban sekret? S'ta tregoj re. Cila është paga më e vogël që ke marr? Për reklam? 100.000 lek. 100.000 lek. 100.000 lek. Okej, shiko se paguhen tjerë më pak. Të më paguhen nga 50.000 lek? E di sa paguhen, po nuk krahasohem dot me ta, unë nuk krahasohem. Nuk du ta krahasoj veten me thënë drejtën, se nuk është e njëjta gjë të bësh video me storyline, siç i boj unë, janë disa domethënë që jam me 3 personazhe që i bëj tek pull. Vetëm editimi, se unë i bëj gjitha vet. Vetëm editimi mund të marrë 6-7 orë, 8 orë, e kupton? Tash s'kam si krahasoj me dikë që thjesht del aty dhe thotë shitet makina. Nëse se nga femra tërhiqen më shumë. Tashi, unë ku ta gjesh atë isha femër, do kisha 70.000 followers, sa me thonë drejtën. Çfarë ka një femër Ka më shumë? shumë ndryshim, ka shumë ndryshim, ndryshimi ka? Shiko tash të dal unë tani filloj të bëj video qesharake. Le që fillojnë njerëzit ta na u bën gjithë kështu humorista herë. Por si thosh, femrat i paragjikojnë pak më pak, sepse nuk e di, edhe presim pak më pak nga femra dhe nëse del që ka diçka shumë ndryshe, e kupton? Merret shumë për bazë. Më pëlqejnë më shumë nga femrat. A je njëjti person si para dhe pas kamerës? Momentalisht domethënë, nuk është se po e krahasoj me para se të nisje këto. Momentalisht, tani që bën video, i poston, je gjithmonë ai person i fani që do të kënaqësh publikun. Shiko. Pas kamerës si je? Mos i besoni shumë rrjeteve sociale, se gjitha Rrjetet sociale janë fasad. Dakord. Edhe shumë fasad nuk janë, se un jam i njëjti person thjesht me më shumë energji, e kupton? Jam pasaj video ka stile që u futem komplet në rol, nuk kam fare lidhje me personazhin, por që shumicën e kohës jam i njëjti thjesht me pak energji. Si u frymëzove të bëje pikërisht këtë lloj
Këto lloj videosh. të krijoj video si u frymëzova. Tash e nevoja e tregut e para duhet të jenë disa individ që bëjnë video të tilla, domethënë duhet të jenë. Dhe mërzia, por isha kot, do të bosha diçka, pse jo të merrem me diçka se më pëlqen dhe shumë arti. Ke parasysh edhe të merrem edhe të futem pak në rol të tregoj dhe anën time të artistit, s'po them që jam ndonjë artist, e ke parasysh, po thjesht më pëlqen shumë arti edhe. Të kanë ardhur ndonjëherë ftesa për të qenë aktor në vende të ndryshme, në Shqipëri bëhet fjalë. Aktor humori. Jo, aktor humori jo. Edhe nuk është se do i pranoja, nuk jam ai lloj tipi, unë jam short form, me thënë drejtën. Të pëlqen aktrimi? Pëlqen shumë aktrimi. Çfarë lloj personazhi do të zgjedhje të ishe nëse do vendosi të aktroje? Do isha tipik ai personazhi i hedhur me energji të lartë, edhe dua të tregoj shumë, si thosh, intonacionin, du të lëviz, du të ke parasysh, du të jem shumë aktiv. Tani do të kalojmë pak tek dashuria. Alright. Si je ti, je i dashuruar? Unë mirë jam, si e di? Mirë. Je i dashuruar? Unë jo, nuk besoj që kam qenë ndonjëherë i dashuruar, ende. Pse? Po jam njëri goca 22 vjeç tani boj. Po njerëzit dashurohen kur janë të rinj. Qa them unë, nuk jam dashuruar akoma për mendimin tim. Nuk e kam djerë akoma atë lloj. S'di qa të E them. din ti çfarë është dashuria? Jo. Çfarë është dashuria për mu? Nuk ta them. Do ma thuash tani. Nuk e di. Ti çdo gjë më thua nuk ta them, do ma thuash çfarë është dashuria për ty? Dashuria për mu. Shiko, ja, është lidhja e shumë emocioneve bashkë për mendimin tim, është si thosh arritja e atij lloj niveli respekti, arritja e atij lloj niveli komforti, kur bashkohen gjitha këto lloj emocione për mendimin tim, është si thuash një lloj dashurie. A ke hapësirë për dashurinë në jetën tënde? Duke qenë se ti harxhon kohë në rrjetet sociale, duke publikuar video. Po patjetër që ka hapësira, normalisht që ka hapësira. Mos kishte. Ku do shkojmë tash? 40 vjeç pa martu. Tamam. A je tip romantik? Jam shumë tip romantik. Çfarë është gjestim romantik që mund të bësh për një Sa femër? tregoj. Çfarë janë këto pyetje tash? Të tregoj dy kur kam qenë romantik. I kam dhënë një lule, Një lule? Po. Okej, i kam dhënë 2 lule. 2 apo 1? 3. Më shumë se 3? 4. Nuk e bëri dot i buqet? Që do më 50.000 lek buqeta të shia, lule kohë, më mirë jam i qese prash bëj super byrek, dashuria. E bukur. Interesante. Nuk që ke tip romantik, jo? Po ajtë sa kam qef t'jem serioz, jam tip romantik. E ke parasysh, po në momentet e mia, do më thonë tash. A të ka paraqykuar ndonjëherë ndonjë vajzë, vetëm se të ka parë në rrjetet sociale, të ka thënë nuk është për mua ky, s'është serioz fare. Si kam dëgju me thonë drejtën, nuk më kanë thënë, nuk i kam dëgju. Çfarë është gjëja që një femër tërhiqet më shumë nga ti? Gjatësia, kaçurrelat, mënyra si flas, mënyra si dëgjoj. Pse din të dëgjosh? Jam pak karizmatik. Ja, fol ti dëgjojën. Se sa do kuptoj, është punë tjetër. Okej, bukur, lezetshëm, por unë mendoj se ti je një tip që vetëm flet edhe nuk dëgjon. Jo. Edhe një S'ka tip që shans. nuk mban kur seriozitet. Për shembull, unë një mashkull si ti, jo kaq jo serioz, nuk do ta doja kurrë në jetën time. Ku nuk jam mund të serioz, bëj se paqe. kuptova. Ishte fasada ajo pjesa e Instagramit, ç'a lidhje Edhe ka? tani nuk më dukesh shumë serioze, kupton? Pse nuk jam Je serioz? shumë faj, je shumë haj, do të thënë varet nga femrat, se femrat vdesin për një mashkull që i bën të qesh. Më vjen keq e kupton tash edhe aq lart, nuk është se jam, se ka tipa akoma më energjik. Unë mendoj që jam goxha i qetë për momentin. Unë po thash do pi birra zhugim. E ndaj unë, e kupton? Bravo. Çfarë vlerëson më shumë tek një femër? Sinqeriteti, respekti, do të jetë i çik fani, me thon drejtën. Do të jetë pak. Do të jetë e çiltër, do të jetë këto gjëra të thjeshta, por që janë
Shumë për mua, me thënë drejtën. A të ka ndodhur ndonjëherë që dikush të njohë vetëm se të ka parë në rrjetet sociale? Edhe si ka qenë ndjesia jote? Okej, shkurt, nuk më ka ndodhur akoma. Nuk është se kam dalë në një date thjesht sepse ajo thotë që shikoj se të kam pa video, e kupton. Nuk është se ndodh. Nuk ka si të më shkruaj edhe hajde se po dalim date se ti që i ke kështu. Kupton. A ke marrë ndonjëherë mesazhe nga vajza, duke qenë se je bërë dhe viral tani? Po, marrim. I kthen? O, Alesia, të lutem më lër tash. Nuk jam Alesia, kush është Alesia? Ik Alesia. Kush është Alesia? Nuk e njoh. Kush është Alesia? Nuk e njoh. Kush është Alesia? Ore, nuk e njoh, po ore, ma çoni te Alesia. Se po shikoj shumë. Alesia, na vjen keq, por tani jemi në një intervistë dhe nuk mund të përgjigjet. Pas intervistës je i lirë të përgjigjesh, jo vetëm me Alesian. Edhe me Blertën, Me të gjitha, ha. Angelën. Si kishte e tjetra? Nuk e mban mend. Kam edhe një Klea. O? Po. Ç'mendim ke për Kleat? Kleat. Ç'mendimi tash, nuk jeni gjitha i saj më vjen keq, e kupton. Thjesht është emri Klea tash, s'do më thënë që jeni gjitha të bukura kështu me flokë të cesa, sy të lezetshëm, Se janë gjitha i saj. e veshur me të bardha. Tani, dua të di se çfarë është ajo gjë që urren më shumë tek një vajzë. Të një vajzë, disrespekti. Get out. Disrespekti e para dhe sinqeriteti. Po si ishe e sinqert, tash unë nuk do të ri nga mrapa, me thonë drejtën, as nuk të vi. E kupton, nuk i ndjek shumë. Cila është gjëja më e çuditshme që të ka ndodhur me një ndjekës? S'm ka ndjek njëri, më kush do ndjeki mu? Ndjekës në Instagram, Ah, TikTok. Që se kam raste shumë të çuditshme, po më rastisin kështu tipa pa profil, pa emër, pa mjemër, pa foto lule aty, e kupton, edhe vetëm bë reply story, e kupton. Bë reply story me emoji kod. Çfarë? Kush i din me i tem, e kupton. Do zgjidhje famën apo një jetë të qetë me personin që do? Ku ndahen këto tash, mua bet. Jo, tani ndahen këto. Pa më se 7 muaj kam që bëj video. I dum videot për momentin, dum famën, dum këtë eksperiencën momentale, jo se dum atë famën, ajo është thjesht kështu, na kapi. Tani kemi disa pyetje të shpejta. Okej. Instagram apo TikTok? Instagram, Dashuri apo para? para, Det apo mal? det, Mëngjes apo nat? nat. Telefonat apo mesazha? O Alesia, të lutem, nuk të shkruaj më. Ik. Telefonat. Planifikim apo spontanitet? Spontanitet. I pari që kërkon falje apo pret? Nuk kërkoj falje. Pret. As nuk pres, po s'kërkoj as falje. Okej, xheloz apo i qet? Shumë xheloz. 1 milion ndjekës apo 1 milion euro? Bire ato lekët, ku janë ato lekët? Bjonda apo brune? Kaçorelca. Të gjatë apo të shkurtër? Mesatare. Serioze apo fani? Fani. Klasi apo sportive? Klasi. Okej, tani. Para se ta mbyllim të bisedë kaq të këndshme, Okej. kaq fani, kaq të bukur, si mendon ti? Tepër interesant tash. Kur do vi prap? Po. Do vish prap? Po. Kur do vish? Kur dush. Kur? Më hapni tema dashuria dhe vion. Do flasësh për dashurinë, po ti nëse nuk je i dashuruar, ku din ti të flasësh për dashurinë? Po unë Në jam momentin- aktor mi. Ja, aktor. Unë ti bëj rolet mi. Më bet. Çfarë rolesh bën ti? Unë bëj rol mami, bëj rol babi, bëj rol gjaje, teze, ti bëj të gjitha, nuk ka problem. Çfarë roli do më bëje mu sot këtu? Sot rol këtu, ja, vetvetja, kush? Unë. Pa më një rol? Po çfarë roli të shis? Futu i herë në rol. Po në qoftë se ajo gjoja funksionon. Ke parasysh? Po në qoftë se ti thjesht e provon dhe ajo thjesht funksionon. Ha? Po në qoftë se do i merri ato views-at atë ditë. S'do të pëlqente? Po ti se bërë atë videon fare, për shembull. Duhet ta bësh. Kaq. Je i madh. Jo, nuk jam. Je i madh. Jo, mos jam Je i 22 madh. vjeç. Je i madh. Okej. Je artist. Thanks. Artist. Artist, marra. Bonjour. Çfarë të presin njerëzit nga ty? Tashmë që ti publikon ka arritur dhe Isha me thon lek.
Duhet me I dhonë ai kafe tash I gjithë. Lek, do presësh ti vetë nga vetja jote. Po unë pres. A pyete çfarë presin tjerët? Po pra presin lek nga unë. Lek. Po. Apo po flasin për audiencën. Ja, audienca gjithmonë. Audiencën, pra. Audienca gjithmonë pret videon e re. Sot e postova në orën 2. Radhës kur është? E radhës nesër në 2:30. Çdo ditë. Të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, më ke kënaqur pafund. Patjetër. Dhe ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Shihemi. Bye. E ftuar e radhës është Denada. Denada është një vajzë e bukur dhe një modele. Së fundmi ka qenë pjesë e She's on Top dhe She's on Air. Denada, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirësi u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam dhe më pëlqejnë shumë sytë tua. Shumë faleminderit. Sa të komplimentojnë për syt? Shumë persona. Meshkujt apo femrat? Të dy palët. Të dy. Të dy. Të ka ndodhur ndonjëherë që të dashurohet dikush vetëm nga sytë tu? Nuk e di. Base dhe janë dashuruar vetëm nga sytë e mi. I ke shumë të bukur me vajzë. Shumë faleminderit. Si do na e përshkruash pak veten tënde me 3 fjali? E sjellshme, e dashur, e mirë. Je ëmbël apo je tip e gërsire kështu? E ëmbël në disa raste, e egër në disa rastet e tjera. Në çfarë rastesh mund të jesh e egër? Kur tërbohesh? Kur më acaroj nga nervat. Dukesh ti që kur acarohesh e nxjerr të gjithë të luanin brenda vetes. Atëherë Denada, unë doja të di se si lindi dëshira jote për modeling dhe për të qenë pjesë e formatit She's on Top. Atëherë unë kam diçka që unë, me të thënë drejtën, nuk kam pas dëshirë kur të jem modele, se kam pas qef kur modelingun. Edhe një ditë të bukur u zgjeva nga gjumi dhe thjesht thash do marr pjesë, pse jo, çfarë më mungon mua. Ika, Si të shkoj? mora pjesë, më shkoj shumë mirë, më eci shumë mirë, më dha shumë fat, u jam shumë mirë njohëse, dhe kaq. Ti ishe rivale atje? Rivale, s'mund t'i quaj rivale, konkurrente, Ke mbajtur marrëdhënie me njërin nga gocat ende? po, kam komunikim me disa nga gocat, Mendon që fituesja e meritoi? po, E meritoi. e meritoj. Po ti meritoje më shumë sa aq? Edhe mbase, mund meritoja më shumë, por që e Nëse lëm aty ku është. rëndësi ka që ti ke qenë pjesë dhe i ke marrë më të mirën besoj atij formati. Normal, po. Çfarë mësove nga ai format? Mësova botën e televizionit, mësova më të rëndësishmen. Edhe ajo ishte fitoria ime. Çfarë është kujtimi më i bukur që ke nga ai format? Kujtimi më i bukur, kam shumë kujtime të bukura dhe s'di si t'i ndaj. Po, nuk di, Po momenti më i vështirë. më i vështirë ishte Dalja. Dalja nga si e She's on përjetove Top. Dalja? Nuk e di, s'më erdhi mirë. E prisja? U mërzita, por që jo, nuk e prisja. Mendon që Se duhet fare. të kishte dalë dikush tjetër para se të dilje ti? Mendoja. Patjetër. Patjetër. Çfarë ndryshoi? Çfarë ndryshoi në jetën tënde pas daljes së këtij formati? U bëra një personazh publik, le të themi, vetëm ajo, asgjë më shumë. Çfarë benefitesh ke marrë nga ky program? Thjesht më njohin më shumë njerëzit. Të pëlqen fakti që të njohin më shumë njerëzit? Ka raste që s'më pëlqen fare, ka raste që më pëlqen. Pse nuk të pëlqen? S'më pëlqen sepse ta bëjnë me gisht ua kjo. Me She's on Top. She's on Top. Denada. 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 A krijove miq të vërtet në atë format? Jo, s'kam krijuar miq të vërtet. Kur nuk krijohen miq të vërtet. Në formate të tilla, Në dhe unë formate shumë të mendoj tilla. faktikisht. Jo vetëm në formate të tilla, po nejse. Ke një mikesh të vërtet sot në këtë moment që po flasim? E kam një mikesh. E beson? Po e besoj. Është e vështirë sot që të kesh një mikesh të vërtet? Është e vështirë, por në rastin tim shoqëri më është gjendur. Vërtet një mikesh. A do të merri sërish pjesë në kompeticione të tilla? Po, do merja sërish pjesë. Do të jepje maksimumin tënd më mirë se ç'ishe në të parin? Unë kam natyrën e atill edhe normal që maksimumin do Çfarë do të jepja. ndryshoja?
Asgjë. Do rria vetvetja, si gjithmonë. Tani do të kalojmë një pjesë tjetër. Pa. Je tip që të pëlqen jeta e natës? Më pëlqen jeta e natës, pa. Fundjavave zakonisht ku i kalon? Në shtëpi. Në shtëpi dhe në punë. Ti do zgjidhje një natë në klub me miqt apo një darkë romantike? Një natë me miqt në një klub. Nuk si je tip romantik, nuk të pëlqejnë darkat romantike? Fare. Nuk jam për mua, nuk e di pse. Pse, moj? Nuk e di. Ti nuk je tip romantik, domethënë. Jo, fare. Nuk e don as dashurin ta kesh romantik. Jo. Po si? Se dua romantike, nduket e dua një bad boy, nuk e di pse. Ha? Po edhe bad boysat janë pak romantik në vetvete. Çfarë të tërheq ti the unë dua bad boy? Pa. Çfarë të tërheq më shumë tek një bad boy? Tipi që ka. Mhm. Ajo të bën më shumë për vete. Tipi. Pa. Po tjetër veç tipit. Gangster lëku. Do të çuna gangstera. Do atë nga gangstera, jo të Gangstera mami. me ty apo me Të rrethin? tjerë se me mua do jenë më të dashur se kur. Ah, do e doje një gangster që të sillte trëndafila çdo ditë. Ua sa bukur do ishte. Ë? E Do ishte shumë bukur. Të ka rastisur? Jo, s'ma ka rastisur akoma. Të ka rastis vetëm gangster pa trëndafila. Sa e bukur. Të ka ndodhur ndonjëherë një situatë që ti ke dalë me shoqërinë po ke pirë keq fare? Më ka ndodhur, po. Edhe kur kam pirë keq fare, mund të kem marrë shumë njerëz në telefon. Një ndër to? Një Gangsteri? ndër to. Jo. Qa gangsteri? S'ka dalë akoma ai gangster që Një ndër to. Kë mund të kesh marrë? ndër to. Apo Po i bëjmë skip kësaj. E di vetë ai që e ke marrë në telefon, s'është nevojë ta them. Dashurohesh më shumë kur je e pirë? Po. I leni natët pas? E lej gjitha pas. Mhm. Po, kur zgjohem të nesër me them, o zot. po unë qa bëra? Si sillesh kur dikush të kërkon një foto ose të afrohet në tavolinë? Kur më kërkojnë foto, nuk e di, u bëj blog direkt. Kur më afrohen në tavolinë, them, okej, ta shikoj njërë. Të ka ndodhur një herë që të njohësh një djalë në klub? Ja. E vërtet është kjo? E sa e vërtet është kjo? Më shumë. Të ka ndodhur një herë? Apo të ka shkruar ndonjëherë ndonjë personazh publik? Jo, s'pa shkruar kur në një personazh publik. Po nuk do të pyes kush është, jo. Jo. Le të themi që s'më ka shkruar kur askush. Bravo, kështu fiton besimin e personazheve të tjerë publik që duan të shkruan. Je shumë stratege Denada. Je shumë stratege, bravo. Po pak fare, si shumë. Pak, ë? Tani do kemi ca pyetje për jetën tënde personale. Pa, Ratatata. Më thuaj. Je dashuruar momentalisht? Jo. Me plot bindje në themi jo. Ke qenë ndonjëherë? Jo, s'mendoj se kam qenë ndonjëherë. Po e fiksuar, e marrosur pas dikujt. Jo fare. Çfarë të pëlqen më shumë tek një mashkull? Sjellja, Verior apo jugor? verior. Pse verior? Piano të mirë, nuk e di. Po pse gjithë vajzat duan verior? Nuk e dua një djalë që thot qa ben ti? E don çabane. Qa ban e tyre? Ku jeti moj? Do me thënë, do vetëm nga theksi, nga dialekti. Po. Mendon se çunat e jugut janë më të butë se ç'duhet? Janë më të butë. Shumë më të butë. Shumë më të butë. Po ti ç'a tipi je vet? Unë jam shumë e butë vet. Jam shumë njëri, si ta them. E prandaj dua dikë që të kem ku të mbështetem. E do një më kokë fort, Pa. që të thot ai mos dil, ti nuk do të dalësh. Fjala e tij gjë, të po jetë nejse, urdhër. le të jetë, E le ta bën. thot, e kupton? Ta kënaqë Egon. Po. Cila është gjëja e parë që vren tek një mashkull? Syt, Ç'ngjyrë ke qefti ket? të zinj.
Si duhet të jetë mashkulli ideal për ty? Këtë muhabet kisha me gocat një ditë, edhe u thash, duhet jetë i gjatë, brun, sy të zinj, me mjekër, të ketë një fuqishë shumë bukur, edhe kaq. Edhe verior. Edhe verior, absolutisht. Shpresoj mos na shajnë jugort. Më falni, se kam shumë shoqëri nga jugu. Jo, janë njerëz mirë dhe jugu. Po, A shumë. e fal tradhtin ti Denada? Nuk e fal tradhtin. Për asnjë lloj arsyeje. Jo, E ke falur ndonjëherë? jo, Të ka tradhuar ndonjëherë dikush? më kanë tradhuar. Me një më të mirë, më të keqe? Më të keqe. Kur e kam parë jam habitur, thash, ua, po qa po bëhet këtu, valla. Je zgënjur. Po, jam shënjur. Je zgënjur. Fatkeqësisht. Edhe fatmirësisht, me të thënë drejtën. Se më son. Më mirë që më ndodhi. Ke mësuar. Kam mësuar shumë. Të duash më shumë veten. Po. Tani s'vendos askënd para vetes time. Ke pas raste që ke vendosur njerëz të tjerë para vetes tënde? Ka patur raste. Që tani nuk ndodh më sepse ke mësuar Normal. nga zgënjim. Kush e bën hapin e parë zakonisht, ti apo djali? Djali. Je kështu edhe në qoftë se në një marrëdhënie e ke fajin ti, nuk i shkruan ti. Jam një shmiftot. Shumë gabim. Shumë mirë. Jo, në momentin që në një marrëdhënie, do më thëmë bëhet fjalë lidhja, ke faj ti, nuk ka asgjë të keq nëse ti i shkruan. Tani unë jam femra këtu, tani Po unë djali kuptoj, nuk po djali duhet vi. Edhe kur ke pse faj unë ti? kam faj. Po, unë atë mendoj. Jo, nuk dua kështu. Unë po. Jo, unë kush ka faj, le të shkruaj. E kam bërë më para këtë gjë, i kam shkruar edhe pa patur faj, edhe unë në lërsova, e kupton? Okej, unë e kuptoj, nuk jam pro Por kësaj tani jam kështu që po deshe, po s'deshe. Bye. Bye bye. Bye. Jo, unë nuk jam pro që të marrosesh pas një djali, të shkruash vazhdimisht nëse e shikon që nuk ke hapësirë, nuk të lën hapësirë, por që në momentin që ti, okej, gabon o vlla, se të gjithë gabojmë. Nëse e merr hapin e para, nuk ka asgjë të keqe se në fund të gjithë këto marrëdhëniet besoj se mbarojnë vetëm nga kokëforsia dhe që askush nuk e merr hapin i pari. Edhe pse duhet të mbaroj një marrëdhënie vetëm nga egoja? Nëse është e shkruar që do mbaroj, le të mbaroj. Le të mbaroj. A beson të dashuria me shikim të parë? Jo, Pse? s'ka dashuri me shikim parë sot. Nuk ekziston dashuria sot. Fare. Fare. S'ka dashuri sot, harroje. Edhe ai që thot, jo po të dua, jo po Nuk unë të lej do. kokën pas teje, jo po unë bëj këtë, unë bëj atë. Besoj që do vi një ditë që do të bëj sikur s'njeh në rrugë. Nuk ka dashuri sot, harroje. Ka vetëm mashtrime. Vetëm mashtrime, intriga, interesi mbi gjitha. Çfarë interesi mund të ketë një mashull tek një femër? Le të themi, dëshiron ta ketë atë. Për të kënaqur egon e tij. Për të kënaqur egon e tij, pa. Që thot nesër pas nesër apo unë e kam patur atë. Shumë e padrejtë kjo. Ti preferon më shumë të dashurosh apo të dashurojnë? Të më dashurojnë më mirë. Pse unë dua ta kem vetë atë ndjesinë të dua ti kë. Se në momentin që nuk e dua, nuk mund të qëndroj me atë person. Po në momentin që ai ikën, çfarë mund bësh ti? Do qash? Do qash, s'ke çfarë bën. E kupton se sa e mirë është ajo ndjesia të qash, të mërzitesh. Jo, të se jesh- çfarë e mirë. Jo, mua mendoj se do më shionte shumë. Ja, mua s'nga shijuar fare. Ti pas ke Mos qenë e lënduar, ti pas ke Unë qarë. lënduar jo. Jo, vetëm kam qarë, kam lutuar për net me Po, radhë. tani gjithë gocat kështu jemi. Domethënë do qajmë një ditë, dy, hajde të tretën nga ikur, e kupton? Cili ishte Me shumë çelësi zëse. suksesit që e hoqe këtë të qarën dhe këtë dhimbjen le ta quajmë. S'është se kam patur ndonjë dhimbje të madhe që themi kam pasur. Zhgënjim. Një zhgënjim, thjesht një zhgënjim i momentit edhe ka kaluar, kaq. S'është se e kam ndier aq shumë. Po, mua vjen shumë inat me veten pse të zhgënjehem unë. Pse unë? Nuk e meriton, Nuk e meritoj. nuk e meriton. Nuk e meritoj. Nuk e meriton, është e çuditshme. Askush se meriton zhgënjehet.
Basa. Ja. Ndoshta t'ja bësh këtë lojë një tradhtari, ai e meriton. Je tip Po që e bën gocat e të lojë? mira, jo, s'e kam bërë. As nuk kam ndërmend ta bëj. Kam tentuar, po s'e kam bërë. Nuk ja ke kthyer karmën. A mendojnë që i kthehet vet? I lejm Zotin. Bukur kjo. I lejm Zotin. Ç'pun nga mund me ta? Ç'pun nga ti me ta? Nga jeti Marigjinë vaj? Unë nga Bureli. Nice, prandaj dish ke verior ti më goc. Edhe ti isha nga jugu, verior do të doja prapë. Ke refuzuar ndonjë mashkull që sot është bërë i famshëm? Jo. Moj Denata, do të tregohesh sinqert të lutem se më acarove tani. Jo, po s'kam refuzuar njëri që është bërë i famshëm tani. Ke refuzuar ndonjë të famshëm? Jo. Mimika të flasin më shumë se unë. Po prandaj. Kjo është diçka që më ka penguar gjatë tërë jetës time. Mimikat. Që mimikat flasin atë që Sytet tu duan. flasin më shumë se fjalët. Denata. Sytë e mi. Sytet tu. Të ka ndodhur të dalësh në një takim dhe të pendohesh pas 5 minutash pse Më ka ndodhur. Pse? Pse u pendove? Shumë arrogant. Nuk të pëlqen as. S'pëlqen. Po verior pra. Tani Po edhe verior. Po tani jo arrogant, lutem. Po si e don Edhe tani? edhe thashë më parë që unë shikoj sjelljen. Qase ti sillesh mirë, okay, siç duhet me një gocë, me mua jo okay. Qase sillesh me arrogancë, bën Nuk si të pëlqen. tip. Jo. Po këto tipa të ngjisin më shumë. Jo. Jo? I marrin atë. Bam bam. I urrej. Cili është mesazhi më i çuditshëm që e marr në Instagram? Më i çuditshëm. S'ka marr. Paragjykime ke pas? Jo. A do ta mbajë një lidhje në distancë? Jo. Pse? Kur. Pse? Nuk funksionon një lidhje në distancë. Që do? Ai tjetri anës tjetër, ti anës tjetër, flisni kod në telefon aty. Me video call. Hajde, po, me video call. Lenam aty. Çfarë nuk do toleroje kur tek një mashkull? Çfarë nuk do toleroja? Mos respektin. Mos të respektoj. Pa. Tani kemi disa pyetje të shpejta. Aha. Ky është momenti im i preferuar. Nëse nuk e din, ndaj mësosh. Jam pyetje të shpejta. Atëherë, verior apo jugor? Unë me mora përgjigjen verior. Brun apo bjond? Brun. I gjatë apo mesatar? Gjatë. Me mjekër apo pa mjekër? Mjekër. Elegant apo sportiv? Sportiv. Romantik apo bad boy? Bad boy. Inteligjent apo shumë i bukur? Të dyja. Instagram apo TikTok? TikTok. Pushime në Dubai apo Maldiva? S'kam provuar asnjëherë, me të drejtën, po. Maldive. Më thonë se mos do ikja as në Dubai as në Maldive. Ku do ikja? Do ikja në ndonjë vend tjetër përveç këtyre dy vendeve. Klab apo shtëpi? Klap. Koktej apo ver? Verë. Mesazh apo telefonat? Telefonat. Lule apo bijuteri? Bijou. Lulet vysh kanë. Dark romantika apo udhëtim surpriz? Udhëtim surpriz. Të bëj të qeshësh apo të bëj xheloza? Të më bëj të qesh. Pamja apo karakteri? Karakteri. Dashuri apo karrierë? Karriera. Xhelos apo indiferent? Xhelos. Mashkull i famshëm apo anonim? Anonim. Të dalësh me një futbollist apo me një artist? Me një artist. Kush është këngëtari jot i preferuar? Këngëtari im i preferuar. Klevja. Klevja. Klevja më pëlqen shumë. Pse të pëlqen Klevja? Këtë është super artist. Po nga pamja. Edhe nga pamja. Tjetër veç Klevjas. As për tjetër. Të pëlqen Klevja nga pamja dhe se është artist i mirë. Pa. Po nga futbollistët e kombëtarës shqiptare. As një as kanë. Nuk të pëlqen asnjëri? Nuk një. Po kemi Rejmanej. Jo. Kemi Armando Broja. Kë tjetër, kemi Kasasu, nuk është se një shumë, nuk pëlqen asnjërin domethënë. Asnjërin. Nuk Po. e ndjek futbollin, po edhe këto figurat e njohura që mbahen nuk s'pëlqejnë fare.
nuk bëjnë. Rej besoj s'të pëlqen se është nga jugu. Fare. Pse s'të pëlqen? Nga jugu është ai. Po. Se një, po as nuk e pëlqej. Një foto i kam parë dikur kështu rastisht, po s'është gjë. I'm sorry. Më fal. Rej, sorry. Më fal, mund të jetë super njëri nga afër, po thjesht Nuk të pëlqen. nuk pëlqen. Tek një mashkull, do preferoje të sillte 300 trëndafila apo një çantë të shtrenjtë? Tani të them realitetin e gocave të sotshme, apo të them Çfarë do doje të zgjedhje ti? unë do zgjidhja 300 trëndafila. As dhe as me gënjë. Çfarë duhet të ketë një mashkull? Çfarë është ajo dhuratë që duhet i bëj Denadës që të fitoj zemrën? Dhuratë që të më fitoj mua zemrën. Jo, s'ka dhuratë që më fitoj mua zemrën. Me mua është që t'jetë njëri i mirë. Po një dhuratë që të pëlqen. Që të ma fitoj zemrën mua me atë Jo të dhuratë. fitoj zemrën, një dhuratë që e vlerëson. Një dhuratë që e vlerësoj. Se di. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ke marrë? Me shtrenjta që kam marrë. S'mbaj mend. Jo, të ta mbash mend. Nuk e mbaj mend. Nuk s'mbaj mend. Nuk e di. Po dhurata më idiote që ke marrë që s'të ka pëlqyer fare? Trëndafil. Au. Denada unë. Ku ta çoj atë unë? Ku trëndafili vyshkat? Po le të vyshket, le të hidhet, po nuk i pëlqej fare. Pëlqejnë vetëm dhurata. Edhe dhurata. S'jam aq materialiste njerëz. Nuk jam. Nuk je. Okej, çfarë do doje ta kishe partnerin tënd të jetës? Doja të ishte njëri punëtor me Biznesmen? Businessman. Tani unë do doja një mesazh për të gjithë gocat që duan të provojnë eksperiencën e Shizon Topit, të jenë goca kaq open mind si puna jote dhe mos ndikohen nga paragjykimet e njerëzve. Qofse kanë dëshirë për të filluar diçka, qofse kanë dëshirë jo vetëm Shizon Topin, qofse kanë dëshirë televizionin ose gjithçka çfarë duan të bëjnë, le ta bëjnë, le të jenë vetja dhe mos u shtirni në asnjë vend. Thjesht jeni pozitive, jepni më të mirën tuaj, edhe ecni përpara. Denada, je një vajzë fantastike, unë nuk të kisha njohur më parë, është hera e parë që të njoha sot, por që mendoj se je një vajzë me të vërtet me vlera dhe e dashur e ëmbël. Por me vajzat besoj se me djemt nuk je kaq e ëmbël. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit jam. Kënaqësi. I ftuari i radhës është Hesli. Hesli është një artist i ri, një, le ta quajmë reper, po. një reper i ri I ri. në tregun I ri, muzikor po. shqiptar. Po. Përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Shumë faleminderit për ftesën radhë parë. Ishte kënaqësi. Çfarë vibe po t'jep emisioni Vibe? Po tani si vetë emri Vibe, Po ta jep të mirë. tani është fillimi, po besoj që do ketë vibe. Tani unë dua të di se si lindi dashuria jote për rapin. Po tani si gjithë, unë fillim kur ishte e vogël këndoja, por jo që e kisha atë shtytin për të hyrë muzikës, por normalisht vitet kalojnë, rritesh pak më shumë, e kupton më shumë, jo vetëm muzikën, çdo gjë rreth jetës, por që si gjithë artistat, shikoja artistat moshës time për shembull, që ishin lart me muzikën, edhe thjesht ishte ajo shtytja e fillimit që pse mos t'jem dhe unë, edhe pastaj kështu nisi, dhe deri këtu ku jem tani. Kush ishte personi i parë që të mbështeti në këtë rrugtim? Po tani personi i parë, gjithmonë vendimet që unë marr, normalisht në fillim i shpreh me familjen,
Pastaj me tjerët, kështu që personat e para kanë qenë familjarët e mi, babi, mami, dhe i dyti është producenti im, i cili dhe im ka mbështet shumë e falenderoj. Deri në momentin që unë i kam shkruar dhe më ka kthy përgjigje, më ka ftuar dhe në studio, kam bërë dhe ca muzikë tek ai, kështu që to janë dy palët që më kanë mbështet. Kur e kuptove që muzika nuk është më një talent për ty, por është një rrugë që ti duhet futesh? Kur bëra muzikën e parë, njerëzit filluan që ta pëlqenin sepse gjithmonë më kanë parë në atë stilin tim ditar, le të themi, në stilin tim siç jam unë çdo ditë. Nuk kishin parë ndonjëherë që në mikrofon, le të themi, duke kënduar, edhe besoj se komentet e bukura. Po komente negative ke patur deri më tani? Po tani nuk diskutohet, si çdo gjë e mirë ka ato të këqijat e veta. Kështu që sa për bazë i merr komentet negative? Them drejtën, nuk i marr fare. I lexon? I lexoj, tani unë i lexoj, tani nuk kam si mos i lexoj, por që nuk i marr fare për bazë. Kush ishte personi i parë që të besoi në këtë rrugtim që je futur? Them drejtën, prapë mund të them familja, sepse thjesht veta ka marrë këtë vendim, nuk është se... Tani unë dua të di se çfarë sakrificash ke bërë për të ardhur deri këtu ku je. Pa tani, muzika si çdo gjë tjetër ka ato sakrificat e veta, nuk diskutohet. Por që le të themi, nuk është se kam bërë ndonjë sakrificë të madhe, por që mund të kem sakrifikuar gjumin, le të them. Sepse unë jam dhe në shkollë dhe normalisht që të dilte një tekst i bukur, një diçka e bukur që mos ta humbisi atë vibe-in siç e kisha nisur, thjesht rria dhe pa gjumë që ta mbaroja, më kupton? Mos ta leja, sepse unë kam si moto që atë që bëj mos ta lej për nesër. Dua thjesht ta mbaroja dhe të flej pastaj rehat. Kështu që mund të them që kam sakrifikuar gjumin. Po shoqëria si e priti? Shoqëria mirë. Shoqëria nuk është se kur them që thash komentet negative, ka qenë njerëz të tjerë. Kupton? Pastaj shoqëria mund të kenë ato shakat e veta, por që në përgjithësi mirë, nuk është se kam pas. Kush është artisti shqiptar që të ka frymëzuar, le të themi, ose që ti e ke dëgjuar më së shumti? Nuk po zgjas shumë, po them Finem. Pavarësisht se është dhe pak i madh mosh, por që unë fakt kam pas dëgjuar këto Noizin, Stresin, kupton, por nuk e di, ndoshta o jam bërë disa kohë që ose më del vetëm mua në telefon Finem, ose nuk e di. Çfarë të pëlqen më shumë tek ai? Po tani zëri nuk diskutohet, por që le të them stili që ai ka normalisht. Edhe mënyra se si ai e shpreh muzikën. Më duket sikur i ngjan pak Finem. Por nëse të bësh si ai, do i marrësh vajzat më qaf. Se gocat vdesin për Finemin. Po tani po për ty vdesin gocat herë? Unë nuk duhet mburëm, po besoj se deri diku dhe po, ku ta di unë. Çfarë pëlqen më shumë vajzat tek ti? Faktin që ti merresh me muzikë, pamjen e jashtme apo diçka tjetër? Pamjen e jashtme, se tani kur një vajzë, le të them, ta vën syrin, gjithmonë ajo nuk e din se me çfarë merresh, sa kupton, nuk ta din fare tipin, por që besoj se pamjen e jashtme. Tani në tekstet që ti shkruan, i shkruan producenti apo i shkruan vetë? Jo, i shkruaj vetë normalisht. Çfarë do të përcjellësh nëpërmjet teksteve? Në fakt unë përcjell atë që ndjej deri diku dhe atë që publiku ka shef, sepse unë normalisht gjithmonë kur postoj një muzikë, si në TikTok, si në YouTube, po në TikTok i shoh më shumë bazohem te komentet dhe i bëj të lidhen çfarë kanë qef njerëzit. Çfarë kanë qef më shumë? Po tani unë si ta them, unë bëj shumë zhanra muzikor, por që më shumë jam bazuar tek reggaetoni ose muzikë dashurie, le të themi, që njerëzit i pëlqejnë shumë dhe unë mundon të bëj më shumë si këto muzikë, si këto tekste. Po ti të pëlqejnë vetë? Po më pëlqen tani normalisht përderisa i bëj dhe i postoj. I ke dedikuar ndonjëherë ndonjë tekst dashurie? Nëse thua jo, gënjen. Jo, po. Kam dedikuar. Për fat të keq besoj. Pse për fat të keq?
Po sepse kemi qenë, si ta them, në atë fundin ton, ta them, fundin ton të trishtuar edhe. Të trishtuar, sa u trishtove ti? Ja, them drejtën, nuk jam trishtu fare, se ka qenë një vendim i jonë, kupton? Jo që kemi qenë, domethënë, në debat, më kupton. Thjesht ishte një zgjedhje jonë. Ke qenë i dashuruar, domethënë. Po tani ajo dashuria fare besoj të ngel gjithmonë, më kupton, nuk është se hik ndonjëherë, por që derisa të dalë e dyta. Apo dhe po pasi nuk ka të dalë rëndësi, e edhe dyta. dyta, dhe treta, dhe katra, dhe pesta, pra para godet më ndryshe, më kupton se Çfarë ishte ajo gjë që të goditi ty tek ai person? tipi mund të Çfarë them. tipi pëlqen ti? Tipi im ngazmor. Sepse jam shumë fan, le të themi, pavarësisht dhe serioz momente të caktuara, por që më pëlqen shumë vajzat që janë fani, por që dhe serioze në të njëjtën kohë, dhe inteligjenca kaq. Dua për një vajzë. Nuk dua se, si ta them unë tani, që ajo të vite ku dhe të më sjellë dhurata çdo ditë, më kupton? Kjo nuk është fare detyra Po ti saj. dhurata don ti bësh? I bën vajzës dhurata? Apo nuk je tip romantik? Jo, romantik jam, por romantik jam. Si e shpreh romanticitetin? Me fjalë. Me fjalë dhe me vepra. Si për shembull çfarë veprash? Po tani nuk besoj se ka ndonjë vepër tjetër përveç se përshafimit ose mbajtjes afër. Bravo. Nuk besoj se ka diçka tjetër, kështu që Po trëndafila dhuron ti? them drejtën, trëndafila s'kam dhuruar sepse kur ka qenë Shën Valentino nuk kemi qenë bashkë. Edhe nuk kam Të dhuruar. erdhi keq, po ti pse si çove trëndafila dhe pse si shit bashk? S'ka ndonjë gjë të keqe. Nuk je Tani, tip që e bën hapin i parë? Do ta thoja, por që jemi para kamerave dhe nuk është pak private. Okej, Do do ta e thoja. flasim pas kamerave, Po. se unë jam shumë kurioze të di. Patjetër. Sepse ky djalë bukurosh nuk e ka më atë marrëdhënie, çfarë ndodhi? Pa tani, Klea, nuk është fundi botës, sa më kupton? Do kemi Gjëra të kohë. bukura, na presin. Po normalisht gjëra të bukura na presin, nuk është fundi botës, ka gjëra për të eksploruar plot, por që çfarë të bëjmë, kjo është jeta. Tani unë doja të di se çfarë nuk do të bëje kurrë vetëm për famë. Për fam, unë e para herë nuk do të ulja shoqërinë time, që le të them kam një jetë që rri me to, dhe familjen, asnjë gjë tjetër. Tani, me cilin artist shqiptar do doje të kishe një bashkëpunim? Unë tani finemin e thash që më pëlqen, a kupton, po në nivelin tim është shumë lart, a më kupton? Por me që me vërtet unë Marekun e kam taku disa herë, nuk po them që i kemi ato konfidencat tamam, por që më ka pëlqyer si djalë dhe e përshëndesi em radh parë. Edhe pse jo, mos bëj diçka të bukur me atë, përderisa kam dhe në studio. Nëse bëj diçka me Marekun, me të vërtet do dali diçka e bukur. Kështu që Mareku. Edhe unë e di, e besoj, e kam, do me thënë e kam të qartë se do dali shumë e bukur. Po. Nëse do të keni një bashkëpunim E do kemi, si ta them, Klea, kemi atë telepatin. telepatin, po edhe stilin muzikor, kemi gati të njëjtin zhanër, më kupton? Të njëjtin zë. Edhe do dali diçka shumë e bukur. Po kush mendon, femrat me këtë do dashurohen më shumë nëse ju do t'i publikoni një klip bashkë me ty apo me Marekun? Tu nuk mund ta them dot. Tani nuk e di, janë kupton? Por që nuk kam mendim. Nuk di, është ndryshim tani, unë dal me fytyra, i del me maskë, më kupton? Edhe nuk mund të them dot. Por që jo tani gjithë e duan, si ta them unë, për atë që ajo është, por për atë që ai ka më shumë, besoj unë. Po, besoj për famën, ku ta di unë? Ti do doje të doni njerëzit për famën që ti ke? Jo. Më shumë doje që të ndonin për atë që unë jap, jo për atë që unë kam. Okej, folëm për artistët shqiptar, tani kalojmë pak e artistat. Te këngëtarët. Me këtë do doje një bashkëpunim? Te këngëtarët shqiptare. Shqiptarë. Them drejtën, nuk është se i dëgjoj më shumë këngëtar, si më shumë të moshës time, por që nëse të ishte një zgjedhje shpejt, do thoja
Dafina Seshiri. Të pëlqen? Po është si ta them në atë stilin e vet është pak e egër. Kupton? A të pëlqen femrat e egra ty? Ja tani ja kam fjalën muzikën, kupton, mos e kish kupton. Femrat e egra nuk të pëlqejnë? Ja. Përderisa s'jam vetë nuk kam se t'jen ato. Am kupton, kështu që Ti je ëmbël i but. sweet po. Jam Sweet. sweet. Ti e do dhe femrën sweet, po ti sweet, femra sweet, sigur s'shkon. Po tani besoj se do dali një kombo bukur, kupton se tani me diabet nuk bëhem, jam kupton, kështu që do dali diçka e bukur. Tani unë dua të di si je kur nuk je në studio. Çfarë bën kohën e lirë ti? Tani për ato që më njohin, siç thash dhe më përpara, jam ai tipi fani, mundohem të bëj qesha, më kupton? Nuk jam ai tipi që revoltohem shpejt nëse ndodh diçka keqe, e marr me sportivitet, bëj sikur se ndëgjoj. Qesh akoma. Kështu që ky tip jam unë, nuk jam Zemra jote është e zënë? Apo je single? no, single. Për momentin jam single dhe mendoj të jem single. Pse mendon ti je single? Nuk i përballon Po, edhe punën edhe Po tani marrëdhënien? unë me vërtet nuk jam shumë i madh mosh, po që normalisht puna më duhet, më kupton? Siç më duhet, më i duhet çdo personi tjetër. Pastaj lidhja, siç e the, nuk mbahen dot, janë shumë. A më kupton? Jam too much. Nëse bëhet ajo përzierja, lidhje dhe edhe lidhje dhe muzika, më kupton? Pastaj janë dhe xhelozirat. Po xhelozirat normalisht janë, më kupton? Po ti Tani- je tip xheloz. Nëse do jetë për lidhje tani kush është ai që nuk është xheloz? A më kupton? Unë mund të them që jam xheloz, po jam xheloz për diçka që unë e kam. Çfarë është e imi, më kupton? Nuk mund ta lej dot dikë që ta përbull, si ta them. Pastaj nëse është fjalë tek xhelozia për raperat shqiptar, Tek xhelozia në marrëdhënie. marrëdhënie, jo. Thash se the për këto raperat shqiptar mund bëhet çevi që Shqipëria ka artista të ri dhe PS përpara. Pastaj nëse janë këto xhelozit në çifte, mund të them shumë pak. Më kupton? Pse pak? Po shumë pak tani, sepse atë të drejtë që kam dhunë normalisht e ka dhe ajo. Tani nuk kemi 100 vjet para, më kupton? Që estin me ato traditat e veta. Unë jam, si ta them, jam chill, më kupton? Nuk është se kam Çfarë shumë të bën chill ty? Unë them drejtën chill kam lind ti. Nuk është se më bën diçka, më kupton? Mjafton që të jemi rrethuar nga njerëz të mirë. Kaq. Nuk është se kam diçka tjetër. Nëse ish partnerja do të telefononte sot tani në këto momente, do t'i përgjigjesh? Po. Do t'i përgjigjesh. Po nuk është se më ka bërë ndonjë gjë të keqe, më kupton, se i kam bërë diçka të keqe. Thash, ishte vendimi jon për që Ka mbetur një dritë jeshile në marrëdhënien tuaj, pak dashuri. po tani u bë pak kohë, them drejtën, më kupton, dhe do ti me kalim në ditëve, me kalim në kohëve. Hiqen ajo. Sa them ty të ngel pak, më kupton, për që kur e mendon që ke shumë kohë dhe ndoshta e kërkon thesh prapë është për mua është diçka kot, le të them. Nuk është se do jetë më Keni tentuar të riktheheni përsëri? ka qenë një shkputje e vogël, mund të them 2-3 javore. U bëm prapë për që Nuk funksionon. Ka goca boll. po, tash të thashë nuk është fundi botës, sa më kupton, ka plot. Çfarë do t'i thojë një mesazh sot asaj gocës? Gjithë të mirat, turoj gjithë të mirat, nuk kam çfarë të them tjetër. Çka kam pas mi thonë, ja kam thonë, kështu që thjesht uroj gjithë të mirat. Dhe faleminderit për aq kohë sa më ka dhënë vllaj vëmendje. Kaq, A mund të çaj pak? s'ka lot sot. Që je një djalë shumë i zgjuar, shumë me vlera, edhe jam e lumtur që të kam. Shumë Dhe faleminderit. shumë i pjekur. Nuk e di ç'a moshe ke, por je shumë i pjekur. 16. What? 16. Seriozisht e ke ti? Po. Bravo. Çfarë mendimi ke për disat? Nuk jam fare pro disave, të them drejtën. As tu kam Ke qef bërë fare. ndonjëherë? Jo. Nuk do bësh ndonjëherë? Tani të thash, jam i ri në tregun muzikor, nuk kam pas to, si ta them, to konkurencat e forta që mund shkojnë deri te disët. Nuk është se i kam pas, por që nuk
nuk i kam sheh fare. Sepse mund të eskalojnë, në kupton, mund të kalojnë edhe, si ta them tani, në dhunë. Po, Se nuk i është dihet. vërtet. Di se është diçka që ndryshe me muzikën, se ti në muzikë shpreh atë që ti ndjen, atë që ti kalon. Ndërsa në dis ti Është nuk shpreh mbledh. për vete, ti shpreh për Po, është dikë tjetër, më Po kupton, nëse kështu do të bënte dikush ty një dis, si do reagoje ti? Po normalisht nuk do ja reagoja ktheje me mirë. dis? Them drejtën jo, a kupton, ai në fund siç është e shprehur në i duruar i fituar, ja kupton? Në fund ditës a kupto, prap unë do jem ai që jam, ai do jetë ai që është, më fal. Edhe por që normalisht nuk do më vite mirë, po që nuk më pëlqen që ta ul karakterin tim. A dise. mendon se konkurenca të bën një artist më të fortë dhe të suksesshëm? Besoj se po, për që jo një, them drejt, tjetë një konkurencë me mençuri, si ta them unë tani. Tjetë një konkurencë ku njerëzit ta shikojnë që ti me të vërtetë don atë vendin tënd, po tregon dhe intelekt, le të themi, jo që thjesht se në fakt konkurenca te këto pjesët e diseve hyn, në kupton, sepse Po, nëse nuk shkon mirë, pas sa kohësh do vazhdoj ai që të edhe dise kunja. Por që jo, nuk jam pro fare. okej, mirë, më pëlqen. Tani kam dhe një pyetje të fundit dhe pastaj do kalojmë tek një rubrikë tjetër ku janë pyetjet e shpejta që ti do zgjidhësh Po, dhe do përgjigjesh shpejt. okay. Pyetja e fundit është kush mendon se është reperi më i fortë në Shqipërisë deri më tani? Tani do me thënë. Në këtë moment që po flasim. Tani, nëse do ishte e shpejt, unë do thoja Noisy. Është një raper shumë i fortë. Ka shumë kohë, ka shumë vite që merret me muzikë dhe e njeh më shumë se gjithë Shqipëria, por që nëse do thoja raperi më i fortë vitet 2025-2026, do thoja Finën. Po Solon, ku na e le Solon? Pa edhe Sordën, por që nuk Ku e ma di le të kohë të Sordën? fundit, Finemi më ka dalë pak më shumë. Është i fortë është. Po them që tani Solo është raperi i keqe. Nuk e diskutim që është raperi i mirë. Por që thjesht se ka Finemi në këtë rast. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mu do të thotë shumë, sepse është ai përfundimi që unë kam dhënë gjatë gjithë atyre kohëve me muzikën. Edhe kjo do të thotë për mu që unë tani të shoh njerëzit që pëlqejnë atë që unë bëj, jo komente negative, thjesht pozitive me muzikën që unë postoj, për mua është sukses dhe është një arritje madhe. Që të shoh njerëzit pëlqejnë atë që unë, Edhe unë të uroj Transmetoj. shumë sukses. shumë faleminderit. Edhe jam e lumtur që Shqipëria po nxjerr çdo ditë më shumë artista të rinj. Është një risi shumë e madhe. Tani jemi tek pyetjet e shpejta. Dashuria apo para? Dashuri, Studio apo sken? studio. Natë apo ditë? Jam pak djalë natë, kështu që natë besoj, natë. Instagram apo TikTok? TikTok, Beat apo tekst? beat, Fam apo respekt? respekt, BMW apo Mercedes? Mercedes, Pushime në mal apo në det? në det, Telefonat apo mesazh? telefonat, Nike apo Adidas? Nike. Serioza apo fani? Të dyja, Mix. mix. Klasi apo sportiva? Jam tip që i vesh të dyja, më kupton se merrem dhe me stërvitik, po do të thoja klas, klasi, Të gjata apo të shkurtra? të gjata. Një artist shqiptar që e preferon? Veç Finemit? Kapi dhe zhanërat e tjera? Po Putrin Timeri, Një artist i huaj? Eminem, Bjonda apo Bruna? Bruna. Një fjalë që të përshkruan ty? Tani ta thash dhe shpara, fani do thoya. Një fjalë që përshkruan moderatorin që momentalisht po të bën intervistën? Intelligent. Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Një ëndër që nuk e kam realizuar akoma, por që do ta realizoj me shumë punë, është që të bëj familjen time të lumtur,
një ditë me shpreh Zotit dhe ta bëj të lumtur me pasionin tim që është muzika dhe t'i them që muzika nuk është thjesht ai zhanri ku ti këndon, por është një, si ta them, një hap tjetër, një derë që hapet. Dhe kjo është ëndra ime, por që do ta realizoj shumë shpejt me shpreh Zotit edhe Edhe tani, për mbytje të kësaj, unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë artistat e rinj. Për gjithë artistët e ri, po. Do të thoja që për gjithë ato artistat që duan të hyjnë muzikës, muzika është diçka që duhet të tregosh durim, nuk është diçka që të vjen direkt. Do t'i thoja që nëse ato duan të hyjnë muzikës, duhet të kenë durim, duhet të punojnë fort. Normalisht që muzika si çdo gjë tjetër edhe lidhet pak me lekët, edhe duhet të harxhosh normalisht. Unë them drejtën, çfarë fitoj e investoj prapë te muzika, kështu që edhe ato që duan të shkojnë sa më lart, sa më përpara me muzikën, duhet të harxojnë pak. Nëse do ta përmblidha me një fjalë, do ishte që never give up. Që asnjëherë mos dorëzon, sepse nëse muzika për më shumë është pasioni i tyre, siç është dhe pasioni im, unë nuk do të dorëzoja kurrë të muzika, kështu që këtë do t'i thoja, never give up on your dreams. Je djalë fantastik. Shumë faleminderit. U kënaqja? Them drejtën, nuk u kënaqa. Si vet emri Vibe më dha pak vibe dhe them drejtën, pëlqej kur shprehem tek një person, i nxjerr ato që kam për brenda, se le të themi çka ka të shkruar aty në letër ishte si ta them, diçka që unë doja ta shpreha dhe ja thash sot. Tani ndjem pak me lehtësuar. Të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit. Bashk besoj do të shihemi edhe ti edhe kur të publikosh këngët. Po, Se mos na normalisht, bëhesh mendim madh pastaj. Normalisht, herën tjetër, dar Zotit të vi këtu të jemi mirë, do ta transmetoj edhe një diçka të bukur. Vetëm për Vibe me Klea Kicën. Ishte kënaqësi, të falenderoj ekstremisht shumë. Klea, shumë faleminderit edhe ti. suksese. Ishte një kënaqësi dhe për mua të jes sot me ty. Faleminderit për ftesën. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.